Policia kufitare e Pogradecit ka ndalur 2 peshkatar në liçenin e Ohrit pasi ka konstatuar duke ushtruar aktivitet peshkimi në kundërshtim me ligjin. Sipas autoriteteve, ata kishin hedhur rjeta për kapjen e peshkut koran, specie e mbrojtur, peshkimi së cilës është ndaluar që nga data 1 dhjetor për shkak të periudhës së shumimit. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë kufitare kanë sekuestruar mjetet e peshkimit, ndërsa ndaj shtetasve është nisur procedimi administrativ dhe penal në bazë të legjislacionit në fuqi. Si çdo vit, edhe këtë vit peshkimi është ndaluar që në datën 1 dhjetor. Edhe në gjatë kësaj periudhe nuk do të lejohet asnjë peshkatar të gjojë në liçenin e Pogradecit. Bashkëpunim me patrullën e policisë kufit, me policinë e rendit, me inspektoratin e peshkimit, kemi ushtruar kontrolle të shpejshta në liçen, le mund të them që kontrolle kanë qenë këtë vit më të shpejshta se çdo vit. Rastet e konstatuara për këtë vit kanë qenë shumë herë më pak se sa vitet e kaluara, sepse ka ardhur nga vitin e vit duke u ndërgjegjësuar edhe njerëzit dhe peshkatarët. Në rast se konstatohet mjeti i peshkimit me person në varkë edhe me mjete peshkimi në bord, masa është shoqërimi për në brek, edhe më pas vazhdojnë procedurat me kallëzim në prokurori ose gjobës varet sipas rastit. Policia kufitare dhe strukturat përgjegjëse bën me dije se kontrollet në liçenin e Ohrit do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim me qëllim mbrojtjen e faunës ujore dhe parandalimin e peshkimit të paligjshëm.